puna që bëhet në frutikulturë është punë e vështirë. Po, çfarë do bëjmë? Ne jemi fshat tani dhe jemi të detyruar ta bëjmë këtë punë. Unë kam një traktor të vogël, që kam të nevojshëm një traktor më të madh, sepse përdor dhe pajisjet, është më i fuqishëm ai. Spërkatjen ja bëj vet, frezimin ja bëj vet, krahasitjen ja bëj me punëtor, edhe ja dalim. Si shikoni çmimin e tregut sot në blerje? Çmimi i tregut fakt është i çik i ulët. Ky është një frut që është plot vitamina, plot proteina, është shumë i ulët. Edhe këtu futet loj pjesa e piste të tregtarëve, që e shikojnë fitimin dyfishin e shitjes tonë. Ata të eksportit bëjmë blokadat, se pjeshka është një kulturë që edhe nuk duron, po erdhi faza pjeshka duhet këputur. Në të kundërt ajo kalbet edhe bie për tokë. Ne kemi koston në këtë punë, se marrim dhe punëtor, A keni marrë subvencionime nga shteti shqiptar? Shiko, subvencionime nga shteti shqiptar, unë kam marrë vaditje me pika. Vaditja me pika e ka marrë nga shteti shqiptar subvencionimin. Na ka ndihmuar, na ka qëndruar pranë, po tani edhe mundësitë se ne jemi një vend akoma i çik mbrapa në raport me Europën, e kupton? Po e kemi ndier dorën e ngrohtë të shtetit. A keni mungesë të krahut punës që unë vitet më shumë? Po, mungesë të krahut punës kemi, sepse kanë ikur të gjithë jashtë, janë gënjur një pjesë, e nuk po bëjnë kush e di jashtë, e kupton? Në raport me mua për shembull, unë dal më mirë se një që vete jashtë, me financat këtu. Mirë po, njerëzit kanë ikur, gënjen, marrin njëri tjetër dhe ne kemi të vështirë, kështu që duhet futur urgjencisht mjetet e mekanizuara dhe të kohës, që t'i bëjnë pjesë më të madhe të punëve. Unë kam gati 6 dylym vresht. 3 dylymi kam të variatetit Sangiovese dhe 3 dylym janë vërnac. Vërnaci ka pigment më të fortë edhe mbaj për verë, kurse vreshtin Sangiovese në beraki edhe verë, shumë i mirë dhe për verë ai. Po me sakrifica vetë, gruan, djali, nusja vjen dhe herë, se jemi edhe familje madhe. E kupton? Arrim, me vështirësi arrim t'i bëjmë. Unë kam ngritur edhe një ferm të vogël pulash, kam një serë, sa për nevojat e familjes, 150 metra katrore, pulat rriten bio këtu, prandaj dhe unë kam bërë investimin që po e thur tokën, që 7 orë unë marr 500 krerë zoq dhe i rris bio në këtë parcel. Masi ikën prodhimi, ata rriten këtu, kanë ushqimin e bollshëm për bio. Domethënë i shërbejmë vetes edhe komunitetit. Qeveria ka bërë dhe projekte e saj, ka dhënë subvencione falas për buqit e rinj, gjitha këto punë duhet të organizohet më tepër që krahu punës të mbesi këtu, mos i shkojë Gjermanit, mos i shkojë Italianit, sepse mosha jon tani është futemi gati te mosha e tretë, ne jemi çik të lodhur në kohë. Mendoni që qeveria shqiptare ka fut politika të tilla për bujqësinë? Po, patjetër, po ne shqiptarët kemi çik të vështira për t'i asimiluar gjërat e reja. Sepse vim nga një forcë i çik me problematike. Shkenca ka ecur me shkencën një, me subvencionet e AZHPR-s një, edhe me politikat ekonomike që ka shteti shqiptar, duhet që ta përqendrojmë gjithë forcën e punës. Mos marrim ne nga jashtë, duhet jemi këtu, se jemi te nena, jemi te baba, jemi te fëmijët. Kosto jetës tu është më lirë se jashtë. Po një pjesë e kuptojnë, vinë, e fillojnë, një pjesë nuk e kuptojnë akoma, duan akoma kallo të keqe. Faleminderit.